Përshëndetje, mësimi i radhës në TIK është email dhe shërbimet e ngjashme. Kjo tema mësimore nuk është në libër, prandaj përpiquni të mbani diçka shënim. Tema e parë që do të trajtojmë është cilat janë disa nga shërbimet që na ofron interneti. Unë kam listuar disa prej tyre, patjetër nuk janë të vetmet. Atëherë, para nga shërbimet që ne marrim është komunikimi, mund të komunikojmë nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme. Mund të argëtohemi me anë të lojrave të ndryshme apo videove të tjera. Mund të kryejmë blerje online nëpërmjet faqeve të cilat ofrojnë këto shërbime dhe e fundit fare është që mund të kërkojmë informacione. Lista është e renditur në këtë lloj forme vetëm si element, jo sepse kanë një farë rëndësie nga 1 deri te 4. Koncepti i dytë që do të shikojmë është cilat janë disa nga mënyrat e komunikimit që ne njohim, pra do të merremi kryesisht me shërbimin e komunikimit. Një nga mënyrat e komunikimit është nëpërmjet mesazheve direkte, pra si në rastin e WhatsApp-it që ne përdorim kur mesazhet shkëmbehen në kohë reale, pra në moment. Kemi të bëjmë me një formë komunikimi që njihet si instant message. Një lloj i dytë forme komunikimi është nëpërmjet emaileve. Është një shërbim që e përdorim shumë pak, kryesisht në forma zyrtare komunikimi dhe për të dërguar materiale. Telekonferenca është një bashkëbisedim midis 3 apo më shumë personave, pra jo gjithmonë 2 personave, ku përdoret vetëm pjesa e dëgjimit, vetëm pjesa audio. Ndërsa videokonferenca është pak a shumë e ngjashme me telekonferencën, vetëm sepse ka një element shtesë në këtë rast, që ka të bëjë me video, pra përdoret dhe kamera. Ne do të përshëndrojmë pak më shumë tek shërbimi i emailit. Atëherë, për të hapur një adresë emaili, patjetër do të na duhet një llogari si fillim në një prej faqeve e cila ofron këtë shërbim në internet. Ato faqe të cilat mundësojnë komunikimin me anë të emailit, pra të mundësojnë ty të hapësh edhe një faqe, një adresë emaili, ndjes, quhen hoste. Pra si pritës, fjala host në anglisht do thotë pritës, pak a shumë ajo faqe që na ofron këtë shërbimin është një faqe pritëse. Do të na duhet të hapim një llogari emaili si fillim për të komunikuar. Nuk ka një kushtëzim moshe, po për ata të cilët nuk plotësojnë një moshë të caktuar deri në 13 vjet, do të duhet mbikëqyrje nga ana e prindërit. Pjesa e mëpasme është pjesa e verifikimit të personit. Kjo bëhet nëpërmjet një telefoni ose nëpërmjet një adrese tjetër emaili për të verifikuar që personi në fjalë është i njëjti me atë që po hap llogarinë. Elementet e emailit janë këto të dyja. Pjesa e parë e emailit i takon username-it dhe pjesa e dytë e emailit i takon faqes se ku je duke e hapur këtë email. Pra emri përdoruesit është ai me të cilin ne prezantohemi tek të tjerët. Shenja @ është e njëjta fjalë si në anglisht. Është një premër lidhor, po besoj, që tregon vendin, at home për shembull, at this page në këtë rast. Okej. Një demonstrim i një adrese emaili është ky, emër mbi emër @gmail.com. Emër mbi emër është emri përdoruesit, mund ta zvendësojmë me emrin dhe mbi emrin tonë, apo themi Jani Jorgaçi dhe @gmail.com. E mora si demonstrim, jo se un kam realisht një adresë të tillë. Okej. Dhe gmail.com është hosti se ku e kemi hapur ne këtë emër përdoruesi. Emailet kanë një veçori të tillë që ne mund të përdorim për të dërguar materiale dhe çfarë do lloj materiali që ne dërgojmë nuk duhet ta kalojë madhësinë prej 24 megabajtësh. Atëherë megabajt është një njësi matëse e sasisë së informacionit që ne jemi duke ruajtur në një kompjuter, në një memorie. Pra njësoj siç janë njësitë e matjes së gjatësisë të peshës dhe me radhë, po njësoj kemi njësi matëse për sasinë e informacionit që ne ruajmë. Një karakteristikë tjetër e komunikimit me anë të emailit janë spamet. Çfarë do lloj adrese emaili që ju vjen, çdo mesazh që ju vjen, mund të jetë një mashtrim për këtë arsye. Vetë emaili e klasifikon si një spam, pra si një mesazh i cili duhet të neglizhohet, nuk duhet të shikohet, nuk duhet të hapet, dhe mashtrimet e tilla në pjesën e internetit ka me shumicë. Okej, dhe ky është mësimi i radhës në TIK, rreth emaileve dhe shërbimeve të ndryshme të ngjashme. Mbani shënim edhe një herë dhe nëse kemi ndonjë pyetje komunikojmë.